Kjo si ka qenë atëherë? Kjo rruga tani është e asfaltuar, ka shumë banesa. Si e mbani mend ju dikur? Tani shiko. Ja mendo vetëm kaq. Ky ishte reparti, aty poshtë ka qenë parku. Parku i makinave të gatishmërisë, kur hikte ndonjëri me stërvitje, me kështu, me aparatura brenda që ishin BC dhe gazat 69. Me aparatura tepër moderne flasë, jo aparatura do kudo. Tepër moderne, ishin aparatura suedeze franceze. Dhe gjithë kjo ka qenë zonë e pabanuar. Kjo jo, këtu nuk kalon të asnjëri. Këtu kishte të drejt kalon të. Vetëm kush ishin pjesëtarët të reparteve 324, që ishin lartë, shkollat diplomatëve, që ishin civila, që vinin bënin shkollën, kishin makinat e policisë që bënin ekzekutime, që zakonisht vinin natën, edhe neve. Absolutisht se kalon të njëri tjetër. Komplet zonë ushtarake. Po, sepse komplet gjithë zona këtu, ju thash, kjo është zonë shumë, ka qenë zonë shumë sekrete, shumë. Jashtë mazë, do me thënë, duhet kuptoni, një armik, së pari, piketon, qëndën e ndërlidhjes. Ku e ke qëndrat e ndërlidhjes? Se kjo ishte e ministrisë, po ka dhe qëndra të tjera në përrethe që lidheshin me këtë. Pra, goditishin ato, ndërlidhja, pastaj fillojnë me radhë aviacioni, mbrojtja kundërore. Këto ishin pikat kryesore. Ku e merrte shembullin Shqipëria për sistemin tonë të ndërlidhjes, te kinezët, te rusët? Po, fillimisht kuptohet, jo kaq moderne, fillimisht e morëm nga rusët. Sepse rusët janë si theme, baballarat e ndërlidhjes. Dhe më vonë pastaj kuptohet që u lidhëm me Kinën. Unë e di dhe historinë si janë marrë. Në Xhvit janë marrë, që është bërë kontrata, sepse fatmirësisht ka qenë të i matë në atë delegacion. Në vitin 1962, nga Shqipëria është nisë një delegacion shumë sekret, ushtarak. Po shumë sekret, që asnjë nuk e bërmend sot. I përbërë kryetar delegacioni ishte Petit Dume. Petit Dume nuk e ka, edhe bilet të gjithë antarët e delegacionit nuk ishin me emrat atyre. Ishin me emra sekret, të dubluar, të sajuar. Dhe me nga $3.000 në xhep, $3.000 të jap të sakta, i kam të dokumentuar këto që them, nga $3.000 në xhep dhe u dha orientimi që rruga që do hikni nuk do jetë nga Rusia. Sepse atëherë rruga kalonte nga Rusia. Sepse rusët na njihnin, i njihnin të gjithë për bërjen e delegacionit që ata shkollën ruse kishin bërë. Baba im dikur ka qenë shefi i transportit gjithë ushtrisë. Prandaj them flas me kompetenca, nuk flas me. Dhe ky delegacion ka ikur nga Italia, ju thash me emra dhe pasaporta falca. I çon të shteti? Natyrisht i pajisë shteti. Nga Italia, në Kairo, Arabi Saudite, Iran, Pakistan, derisa dolën afër Kinës, që ka ardhur një avion kinez i ka marrë. Së kujtohet tani për momentin shteti, kanë afër Kinës dhe i kanë marrë. Për të mësuar ndërlidhjet? Dhe aty. Për të marrë materiale? Po, aty në përbërje ka qenë edhe shefi ndërlidhjes. Gjithë ushtrisë shqiptare. Dhe që aty janë bërë kontratat si për ndërlidhjen, si për ushtrin, tanket, si për raketat, si për makinat. Pra, për transportin e ushtrisë. Si për gjenjon, si për kimin. Ishin gjithë drejtorat, të gjithë drejtorat. Këtë e di mirë, sepse ne kemi qenë kavariqencë kur e thirrën babën tim. E keni kujtim nga babai? Po, këto që ju them i di mirë. Dhe që aty ka filluar, domethënë, Kina, pajisjet, furnizimin me pjesë të ushtrisë.
Pra, gjitha këto ishte edhe sistemi kinez, po edhe pajisjet. Normal, sistemi kinez i dha shumë përparësi. Shumë përparësi, sepse shikoni, u ndërtua në gjithë aparatura që erdhën më vonë, erdhën kineze. Ku do vijojmë tani? Tani, këtu kemi tunelin tjetër, që quhet tuneli Radio Byro. Tani këtu është tuneli Radio Byro. Që qenë ka i pak se sushëm, më nuk më të funtesh. Duke qenë se tuneli është tërësisht i pak se sushëm dhe ne nuk futemi do të themi disa detaje këtu. Tani ky është tuneli më kryesori dhe më sekreti. Pse? Ky quhet tuneli Radio Byro. Në këtë tunel futesh brenda janë 3 salla. Ka qenë 3 salla. Të treja të mbushura me aparatura marse, po marsa shumë të fuqishëm të kohës. Natyrisht me taston, plus si kishte edhe aparate për të rritur fuqinë e sinjalit. Dhe çdo mars, bajni mend të, çdo mars i takonte një divizioni. Dikur ishin 22 divizione, ishin 22 marsa në dispozicion, plus 8-10 që ishin rezervë, në rast dëmtimi. Dhe pastaj divizionet u ulën, por gjithmonë kjo ngelet, a pjesa tjetër kaloi me që jo brigadat e këmbësorisë e këto. Po kryesorja ishin divizionet. Dhe duhet dim që ministria në rast lufte, drejtuesit e ministrisë në rast lufte, nga qendra në Tiranë, vinin këtu dhe këtu e kishin, këtu do hanin, këtu do pinin, këtu do flinin, këtu do komandonin. Të gjitha bëheshin këtu. Atje ke bunkarti i madh ishte byroja politike, ishte futeshin dhe anëtarë të komitetit qendror atëherë, kurse kjo ishte për komandat. Se duhet bëjmë dallimin, njerëzit duhet dinë që është veç ana civile, byroja politike dhe veç ana ushtarake, që drejtohej direkt nga komandanti i përgjithshëm. Ju futeshit atëherë këtu? Po patjetër bënin prova. Bënit prova. Këtu bënin prova. Këtu çdo në orën 8, siç u thash, mëngjes dhe çdo 8 mazite në kohë paqe ne bënim vetëm takimin. Takim quhet kur unë bëj provën me tasta që ai më jep, më nxjerr sinjal atje, qofse unë do ta lidh antenën atje, ke dhënë sa të lartë që duhet t'ja tregoj më vonë. Kjo është specifika e saj. Pra, në përgjithësi, themi që kjo ka qenë shumë sekrete. Edhe pozicionimi vetë i kësaj që shikoni, siç u shpjegova që ka qenë gjithë komanda, gjithë reparte ushtarake të nivelit lartë, jo reparte do kudo. Atje poshtë ka qenë baza armatës, grupimi, 326 i Ministrisë Mbrojtjes, 324 i sigurimit shtetit, janë shumë, shkolla diplomatëve. Po këto dhomat këtu? Këto dhomat këtu kanë qenë depo me furnizimi. Depo armësh? Depo armës, depo magazinimi për ushtarët dhe ajo që duket përballë deri atje ka qenë qendra ku riparoheshin aparaturat. Nga defekte, i paronin vetë, nuk i nxirrnin. Pse nuk nxirreshin? S'duhet nxirren sepse duhet të ishte brenda stafit. Se një tjetër nuk i diej. Mund të spionante. Jo, po është një gjë. Ti mund të japësh, mund të fusësh në aparaturë një kod shifrimi, një kondensator. Ai kondensator për çfarë mund të? Tepër, për çfarë? Nuk i diej. Gjithmonë në ushtri ka qenë siguria. Sekreti. Tani ku do shkojmë? Tani nga këtu do shkojmë dhënsat, që janë lartë. Se u thash që dhënsat duhet të rrinin 1.2 deri 1.5 kilometra larg në vijë ajrore, larg masave. Për efekt eliminimi zhurmës nga në marsa. Në marrjen e sinjalit.
Ta shikojmë dhe atë atëherë. Pse quhej zonë shumë sekrete kjo e zonës Malit E para një Detajt? rëndësia ishte se ishte qendra ndërlidhjes. Po. E para, e dyta, qendra ndërlidhjes duhet të ruajtur në mënyrë më perfekte. Dhe u zgjat pikërisht një vend midis shumë komandave dhe shumë reparteve. Siç u shpjegova atje poshtë, ishin shumë komanda, që nga Marina, që nga reparti i Ministrisë së Brendshme, fillojnë pjesa këtej, kemi lokacionin, kemi kimin, uzinët tankeve, më poshtë, gjenjën atje sipër, topografia ushtarake, ajo, pra, mendo vetëm kaq. Sa reparte janë në një gjatësi që sa mund të jetë 5 kilometra, po e marrin kështu dhe 3 kilometra kështu. Qartë. Qa përqendrimi të madh ushtarak kishte. Dhe në funksion të këtyre, domethënë mund qenë këtyre, pikërisht qendra e ndërlidhjes. Po. Qendra e ndërlidhjes është për nga Qendra këtej. e ndërlidhjes, dhënsat, këtu janë dhënsat. Po. Poshtë, siç u thash, ishin marsat, këtu janë dhënsat. Kështu ka qenë rruga dikur? Jo, rruga ka qenë më e mirë. Më e mirë? Më e mirë, por ka ishte një gjë. Në dimër edhe kjo bëhet i çike vështirë. Këtu jemi rrëz Malit Dajtit, Dhe më ndak. Këtu është quajtur kompania e dhënsave. Kjo është më kryesorja. Se me Mars mund të marrësh atë me një radiodore mund të kapësh sinjal. Dhe me radiodore. Problemi është kjo dhënia. Dhënia është domosdoshme. Nuk çon gjë. Mund të marrësh, po ti nuk je bjë. Kemi këtë tunele park këtu. Shikoni? Tu ka qenë një gjenerator kinez shumë i fuqishëm. Po kur them shumë i fuqishëm, ai mbante një fshat, po themi një lagje të Tiranës me drita. Po themi një lagje të dikushme, jo sot, se sot është, ose qytet në, po themi Vorën, dikur e mbante me drita, ky gjenerator. Ka që fuqishëm ishte, që kur hiknin dritat, direkt futej në punë ky, edhe ushqente gjithë stacionet. Atje. Aty ka qenë zyrat. Klasa, fjetorja, dhoma oficerit të rojës, menca, gjitha këtu, shkatëruar çdo gjë, si që shikoni, që të djem gjëna. Ju atëherë e mendonit luftën? Do me thënë, ju bënit prova për luftë, për vetë e mendonit? Vetëm për luftë mendoje. Jo, e mendoje ti në vetë, do me thënë. Po, shiko, e mendoje se mendoje ti, mendo vetëm kaq. Kur ai ti jep një armë që e ka qitjen efektive 200 metra, kush është më i rrezikuar? Ai që e ka efektive 800 metra, apo ai që e ka 200 metra? Ne ishim të destinuar të transmetorin deri në 200 metra. Ta shikoni marrë mikën 200 metra, do me ishme me transmetimin. Kur ai fillonte, që hynte në grykën automatikut ton, atëre fillonte pastaj. Jo, e kam fjallën edhe për përgatitje psikologjike, do me thënë ti e mendoje vetë në luftë? Shiko, nuk të gjithë themi luftën e mendonim, po nuk e psikologjisim si duhet. Se është tjetër gjë ta mendosh. Ju përgatiteshit, për nuk ishit... Përgatitja ishte maksimale. Duhet të thënë, ushtria përgatite në mënyrë, ama, jo të gjitha repartet, se kishte reparte për shumë që edhe mundet, por reparte speciale ishte speciale. Tu nuk fale. Këtu nuk fale asgjë. Ju thash, edhe thojnë të ushtarve, thojnë, ju nuk e keni, nuk e besoni, thojnë të ushtarve, unë nuk e kam marrë taston sot me vete, tasto ka një kokë. Dhe thoi, qofse takon ka ajo, nuk të le ta kapësh, ta mështjellësh kokën e tasos, edhe të transmetosh si duhet, tikën të rëshqet. Edhe do kthehesh, rëshqitja të krijon dhënie gërmave, prishjen e gërmave. Prishja e gërmave presupozon që ti të kthehesh
transmetosh radiogramin, por radiogramin pastaj hajde ta marrë ai ku të fillojë palet çfarë radisti do të përgjigjet, kështu që prandaj them janë rregulla shumë strikte. Sa më pak përsëritje sinjali duhet kishte. Në minimum. Prandaj ju thash që çdo transmetim bëhet deri në 12-14 grupe në minutë, jo më shumë. Ushtria nuk është radioamatorizëm, ishte. Nuk ishte radioamatorizëm ku kërkohet shpejtësi. Ushtria kërkonte disiplinë, saktësi.